Rreth 500 banor të fshatit Godolesht të rrethit e Elbasanit për një javë janë ngjitur në errësirë të plotë. Shkak është bërë vjedhja e 2 transformatorëve të energjisë elektrike me qëllim tregtimin e tyre për skrap dhe mosmarrja e masave nga ana e qes shpërndarje për zëvendësimin e tyre. Në këto kushte banorët kanë protestuar natën e mbrëmshme për të sensibilizuar instancat përkatëse për zgjidhjen e këtij problemi. Drejtat i paguajnë rregullisht muajin e muajit. Në kanë dënuar kolektiv, s'kan paguaj pjesë e në jurin intern. Ta në kanë dënuar si kolektiv, për ne i baj thirrje qesit, pushtetit vendor, qendror, të marrin masa sa më shpejt, të vinë transmetorin, se ka debitor të tjerë, po nga papunësia s'kan mundësi me la. Po ne qesit duhet ta bie urgjentisht transmetorin, se po që korrenti nuk bëhet, nuk vjedh. Policia e Elbasanit ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të vjedhjes së transformatorëve që kanë lënë në terr të plotë banorët e këtij fshati në Elbasan.